Thotë, ndëgjoj njerin çka flet, kuptoj çka i mungon. Dhe në këtë drejtim Kurti me të madhe gjithmonë e targeton atë që nuk e ka arrit, lufton apo e promovon rritjen ekonomike inekzistente, e promovon luftën kundra krimit që është vërtet inekzistente, e lufton qeverime dur të pastërta dhe po e shihni sot sa është akute, do thotë dhënia tendevre një burimor dhe një qeveri që në direkte apo indirekte i monitoron, do thot, importet e naftës, e monitoron importin e energjisë elektrike dhe ka në kontroll dhe monitoron farmaceutiken apo furnizimin barna apo prodhime farmaceutike, besoj që është një gjinshmëri që demanton atë që e thot. Në krejt këtë inflacion të rritje të çmimeve, padyshim që rritje drastike ka pësuar rritje çmimeve të derivateve, krejt kjo pas luftës në Iran dhe blokimit të ngushticës së Hormuzit, ku çmimi i derivateve u rrit për 20%. Në lajmin e fundit që është edhe konfirmuar tash, është që çdo anije me naftë që kalon përmes ngushticës së Hormuzit do të ishtrohet një kontrolli të ri ushtarak të ushtrisë amerikane. Pra, sa e thellën më shumë çmimet e naftës, por edhe krizën me derivate, padyshim që në Kosovë po e nim ndikimin me njëherë. Do të kuptojnë qytetarët dhe